Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së Vigjereshës. Uroj të jeni mirë. Do bëjmë leximin e radhës për ju dhe të shohim se çfarë mesazhesh apo këshillesh do marrim nga letrat sot të dashur Vigjereshë. Letra 0. Faqe e shpatës, 8 të shpatës, mbreti i monedës, rrota e fatit dhe faqe e monedës. Kur shikoj në shikim të parë dhe të dalë me një fjali, në fakt me një pyetje për ju të dashur Vigjereshë, do ishte kjo: mi përmend të gjitha apo disa gjëra që i do më së shumti në botë. Dhe sa kohë do merrte derisa të vinit tek vetja juaj. Uroj që të më keni kuptuar. Mund të numëroni shumë gjëra, këtë dua, por sikur do e harronit veten e juaj. Ka ardhur koha të dashur Vigjereshë të fillojmë me një epokë, kapitull, një gjë të re, me një libër ku mund të hapni faqen e parë dhe ta shkruani me mend analizë, ku personi apo karakteri kryesor do ishit ju vetë. Letra 0 ju shtyjen, ju këshillon të hapni këtë kapitull, në çfarëdo lloj situate të gjendeni dhe të filloni të shkruani, por roli kryesor të jeni ju. Të dashur Vigjereshë, vendimi është juaj. Ne mund të qëndrojmë këtu edhe shumë vite, duke shërbyer, duke duke dhënë, duke ndihmuar, duke qenë afër për të gjithë. Vendimi duhet të vi tani o kurrë, të mendoni për veten e juaj. Nga që të gjithë s'ka rëndësi sa ju duan veten e tyre më shumë. Dhe kjo është përgjigjja ime për ju. Të largoni nga çdo gjë që ju shterron, të largoni të qeni në shërbim të tjerëve, të largoheni çdo gjë e egzageruar që është absolutisht, ne duhet të jetojmë bashkë me të tjerët, të ndihmojmë, të japim, të gjindemi, por jo mbi duke shkelur veten tonë. Do thotë të largohemi nga çdo gjë që na shtërron emocionalisht, të braktisim, qoftë person apo situatën, që mund të jetë person. Aty ku s'marrim asgjë, si mund të japim? Apo jo? Të dashur Vigjereshë, kjo situatë ka kohë që është duke zgjatur tek ju, është duke u zvarritur, është faqe e monedës. Në fakt janë lajme të mira, nga që është dhe poshtë kësaj. Vërtet ndoshta keni menduar të bëni diçka vetëm për veten e juaj. Diçka që të jetë piknisje e re. Jeni në fillimet e para, mund ndoshta që jeni vetëm duke e menduar, akoma se keni hedhur në jetë apo zbatuar, apo akoma s'keni filluar të veproni, por që ka ardhur koha të mbledhni plaçkat, qoftë në mendje, qoftë vërtet fizikisht, dhe të filloni këtë rrugtim të ri në jetën e juaj, me një Vigjereshë komplet të re, që është shumë e dashur apo i dashur për të gjithë, por më së shumti për veten e tij apo veten e saj. Nga që siguria është andej kur ju e dëshironi, e doni, e kuroni, kujdeseni për veten e juaj, siç është mbreti i monedës. I pëlqen luksi, por punon shumë për atë luks, për veten e tij.
është njëri stabil, nga që punon për të stabilitet, punon për atë siguri. Do thotë siguria, stabiliteti, ajo çfarë jeni duke kërkuar është aty, më tanë, kur filloni atë new journey që thonë, apo rrugtimin e juaj të ri, dhe rrota e fatit. Tani o kur, të dashur vigjeresh, tani. Rrota e fatit është ndryshime drastike në jetën e juaj, duke marrë kthesën 180 gradë nga ajo çfarë po përjetoni apo keni përjetuar, që të filloni me këto lajme të mira për veten e juaj. Që të shkruani atë libër që rolin kryesor do jeni ju.